Referuar njoftimit të Qendrës Kombëtare për parashikimin dhe monitorimin e rreziqeve natyrore nga data 17 deri në 21 tetor, qyteti i Vlorës parashikohet të përfshihet nga rreshje mesatare deri lokalisht intensive. Bashkia e Vlorës në ndërmarrja ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë kërkoi nga qytetarët që të tregojnë vigjilent për çdo situatë dhe të respektojnë thirrjet dhe këshillat e autoriteteve. Sipas njoftimit zyrtar, qytetarët duhet të shmangin parkimin e automjeteve në zonat që paraqesin problematika. Hidrovori kryesor i qytetit të Vlorës është një nga më të rëndësishmit dhe kryesorët që bashkë edhe me stancionet e pompimit në lagjet e qytetit bëjnë të mundur lehtësimin në situata me kohë me rreshje shiu intensive. Por disa kohë më parë, pompat kishin pësuar defekt dhe nga 4 të tilla që hidrovori ka, 2 kishin dalë jashtë pune. Specialistët e hidrovorit kryesor të qytetit të Vlorës konfirmojnë se aktualisht pompat janë rregulluar dhe se 3 prej tyre janë në funksion. Vetëm një pompë është me defekt dhe është jashtë pune, që sipas specialistëve është e vështirë që të riparohet. Për hidrovorin kryesor të qytetit të Vlorës, problem shqetësues mbetet mbeturinat në rrjetin e kanalizimeve. Siç ndiqni edhe nga pamjet në ekran, mbeturinat janë kthyer në një fenomen shqetësues, pasi ato përfundojnë në vaskën e hidrovorit dhe më pas sjellin problematika në bllokimin e pompave, duke i nxjerrë ato jashtë funksioni. Autoritetet kanë kaluar në gatishmëri të plotë për të përballuar çdo situatë që mund të vijë nga rreshjet e shiut me intensitet që priten këto ditë në qytetin e Vlorës. Në këto kushte janë marrë të gjitha masat për të mundësuar mbajtjen në kontroll të situatave që mund të vinë në orët në vijim.